Shpesh mendojmë se jemi të vetëdijshëm dhe të përgatitur shpirtërisht, por kur ndodh diçka e papritmas që na frikson, si ndonjë lajm që nuk na pëlqen apo thjesht ndjesia se diçka nuk po shkon, shumica prej nesh ngrin, bllokohen dhe nuk veprojnë. Pse ndodh kjo? Sepse sistemi ynë nervor është ende i programuar të mbijetojë, jo të përballojë. Ai reagon me frikë, hutim dhe pasivitet. Ai zgjedh ngrirjen, freeze, në vend të veprimit, sikur dikur kjo ishte mënyra e vetme për të duruar dhimbjen. Dhe çfarë ndodh atëherë? Në vend që të reflektojmë brenda nesh, të nisim të meditojmë, të shërohemi, të kërkojmë ndihmë nga Allahu, apo të marrim masa shpirtërore, ne presim që dikush tjetër të vihet na shpëtojë. Presim shpëtim nga jashtë, por kjo është një mentalitet viktimi që buron nga plagët dhe përvojat tona të së kaluarës. Futemi në rolin e viktimës, harrojmë se jemi besimtar të vërtet, harrojmë se Allahu është mbrojtësi ynë, furnizuesi ynë dhe shëruesi ynë. Kur e kupton se askush përveç Allahut nuk mund të të ndihmojë, ti ndalon së prituri dhe fillon të veprosh, të bëhesh veç shpëtimi yt. Personi që do të shpëtojë nuk është dikush tjetër, është veçja jote e plot, e zgjuar dhe e shëruar me ndihmën e Allahut. Për këtë qëllim, kam përgatitur një meditim të veçantë për të qetësuar dhe rregulluar sistemin nervor. Mos e hub këtë mundësi për t'u kthyer te vetja dhe Allahu. Postohet sot në YouTube në ora 4:30. U mirëpres atje.